إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vazhdojmë inshallah me takimin e radhës, që për trajtimi kemi gjuzin e 10, ku vazhdojmë inshallah me surën Anfal edhe me surën Tauba, që janë pjesë e gjuzit të 10. Në takimin e kaluam kemi marrë disa detaje që lidhen me luftën e Bedrit, edhe kena pa që Allahu i madhnum i ndihmon besimtarëve sa herë që besimi i tyre është i saktë, edhe nëse numri i tyre është i vogël. Pra e kena kuptu, edhe këto vazhdojmë inshallah me trajtu që fitoria nuk vjen prej numrit të madh, mirë po vjen prej imanit fort. Pastaj inshallah kalojmë tek sura Tauba, e cila është një sure që i pastron edhe i ndan qartë radhët e mes njerëzve. Ndahen qartë besimtarët prej jo besimtarëve, të sinqertë prej munafikëve. Gjithashtu Allah i madhnum rregullon edhe marrëdhëniet me idhujtarët dhe tregon se kjo fe nuk pranon përzierje mes adhurimit të Allahut madhnum edhe adhurimit të tjerëve. Në këtë sure apo në këtë gjuz të surës, në surën Tauba përkatësisht, përmenden edhe kategoritë e zakatit, duke na treguar Allah i madhnum që kjo çështje kërkon rregullim hyjnor e jo mendime të njerëzve. Pastaj Allahu i madhnum brenda kësaj sure inshallah do të trajtojmë bashkërisht me dy hoxhallarët që shoqërohemi bashkërisht në këto takime, që është hoxha Mirsim edhe hoxha Blerim. I trajton ndër tjerat pra edhe portretin e hipokritit edhe të besimtarit. E pastaj me lejen e Allahut madhnum, pra i këto edhe detaje tjera, këto edhe ajete tjera, këto edhe tema tjera, inshallah bashkërisht do t'i trajtojmë. Pa hub hoxh Mirsim, ajetet 48-49, pra nëse vazhdojmë pak a shumë aty ku e kemi lënë në takimin e kaluam, flasin për mashtrimin e shejtanit. Pra përmend Allahu i madhnum intrigën e shejtanit edhe mashtrimin që i bën njerëzve apo në këtë një situatë të caktuar, mirë po i cili është pastaj edhe një rregull i përgjithshëm. Çka i përmendin këto ajetet pra përkatësisht, edhe çfarë mësime muj me nxjerr prej këtyre ajeteve? Allahu shpëlej. Saktësisht është ajo që përmendën pak më herët, që është vazhdimësia e ngjarjes dhe kontekstit të surës të ngjarjes së Bedrit. Po pastaj edhe surja Anfal është si vazhdimësi, si pararendëse e surës Tauba për me bë çat ndomjen e madhe ndërmjet njerëzve, sepse shpesh tentohet me unifiku njerëzimin, ndërkohë që tentohet mu pranu diversitetin ndërmjet njerëzve. Domthonë unifikimi i njerëzve edhe pranimi i diversitetit nuk janë dy koncepte që mundën me u njëjtësu. Domthonë e pranojmë që dallojnë njerëz. Dallojnë për shkak të vlerave, dallojnë për shkak të synimeve, dallojnë për shkak të priordhjeve e kështu me radhë. Dhe kjo ngjarje që po e bën në fjalë saktësisht surën Al-Anfal, ka të bëjë me ndomjen e madhe të njerëzve, po që ka ndodhur me një rast konkret që është domethënë në betejën e Bedrit. Beteja e Bedrit nuk ka të bëjë veç një histori. Ka të bëjë për me spikat që këtë domethënie. Do e mos kanë mundohë kriminalët përballë njerëzve të ndershëm. Do e mos kanë mundohë mosbesimtarët kundrejt besimtarëve. Mirë po ndomja më e madhe është kur atëherë shpërfaqet gatishmëria e së kotës për mu ballafaqu me të vërtetën. Dhe rrjedhëm është i bie që nuk kemi të bëjmë veç me tabore, edhe me polarizim, po kemi të bëjmë edhe me përplasje. Ndaj përplasja dhe kundërshtimi i së keqës nga ana e së mirës dhe mos pranimi i së mirës nga ana e së keqës dhe i tharve të saj është prej ligjeve të kësaj bote. Dhe tendencën kur bashkëore për me krijuar një realitet të njëjtësimit edhe të shkrirjes është shumë e kotë, sepse nuk përputhet me natyrshmërinë, domethënë edhe me ligjet që Allah subhanahu wa taala ka vënë tek njerëzit. Allah te barekuhu teala në këtë pasazh kuranor përmend një fakt, që inshallah do ta citoj në tërësi, ashtu sikur që kanë ardhur edhe transmetimet në interpretimin e këtyre ajeteve. Domthonë është një intrigë e shejtanit, po që realisht aty e ka pasën objektivin. Objektivin e ka pasur me të provë përplas me të vërtetën. Shpesh intrigat e shejtanit janë me të përly, janë për me të vënë në gjendje të keqe. Po ajo objektivi final është me të vënë në përplasje me të vërtetën, në përplasje me të vërtetën hyjnore, profetike e kështu me radhë. Allahu Teala na ka thënë në surën Anfal se ka ndodhur diçka e kësaj natyre tek ngjarja e Bedrit. Saktësisht,
mushrikët kanë pas hezitim, kanë ngurru një herë mu ballafaqu. Për arsye të atyve përplasjeve të fise kështu më radhë. Edhe vjen një moment kur ata motivohen nga një person që shfaqet në formën e tij, por ai ka qenë djalli. I ka ardhur në formë njeriu, thjesht për me i motivu për mu ballafaqu me të vërtetën. Dhe ju ka thonë që unë kam qenë me juve, juve vazhdoni, nuk keni me pas ndonjë sfidim të madh nëse ballafaqoni me muslimanët. Pra ju ka dhënë premtimet e koxhat mëdha, fjalë koxhat mëdha si zakonisht e japin mashtrues. Ashtu. Thot Allah wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Kur shejtani vjen aty dhe ja shon punët e tyre për plasjen me profetin. Imagjino domthon kjo është shumë e madhe. Në atë një moment me pas menoj, çka nëse o profet? Çka nëse vërtet o profet? Domthon ju të përplas me një të vërtet shumë të madhe që hin në armiqësi me Zotin. Edhe pastaj u premton se kam qenë pjesë e përplasjes. Jo vetëm që ju do të dilni fitimtar nga ndihmtar, thotë unë do të jam pjesë edhe e taborit tuaj kundrejt tyne. Dhe thot la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum. Nuk ka kush juve ju mposh sot, dhe unë jam mbrojtësi edhe në anën e juve. Mirë po kur fillon betejë shfaqet Xhibrili alayhis salam. Shfaqet Xhibrili alayhis salam edhe shejtani e sheh Xhibrilin edhe largohet. Madje dikush pi pabesimtarëve që ka pas afër këtë personin thotë pse po largohesh ti na ke nxit për menejtën në këtë betejë. Edhe i thotë kësaj sigurisht se evidenton domethënë edhe Kurani thotë falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibay. Kur janë përplas dy ushtrit, vese është mbrapsë dhe ka ik shejtani, edhe pastaj thotë wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Thotë unë distancona për juve. Unë s'kam bëj kurrë me juve, ju jeni në gabim, ju jeni në dalalet, ju jeni në udhë të gabume. Thotë unë e shoh që ju nuk e shihni. Edhe unë i kam frikë Allahut dhe Allahu dënon ashpër. I kam frikë Allahut dhe Allahu dënon ashpër. Keni vëmendjen këtu te një dobi e kishim përmendur dietarët e tefsirit, ai i cili thotë nuk adhurohet Allahu me frikë, po vetëm me dashuri. Thotë është në një gjendje që nuk e ka tejkalu madje edhe njohjen që ka pas shejtani. Edhe shejtani e di që do të mu adhuru Zotin nëpërmjet domethënën frikës. Kjo ngjarje neve na jep një rregull, i cili thotë kështu. Ata që e kallin kashtën, ata që e vën kurthin, e kanë edhe planin e tërheqjes. Ndaj shpesh njerëzit janë viktima të tjerëve, pa e menduar se ata të tjerët e kanë menuar si kanë mu tërheq në rastin e fundit, domethënë të shpëtimit të kokës së tyre. Dhe shejtani ka hyrë sepse shejtani ka pas projekt që këta mi vënë në projekt kundërshtues me shpalljen, edhe me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe të vërtetë. Sigurisht se na jep edhe një domethënie ky ajet. Njerëzit që bien prej cytjeve të shejtanit. E kuptojnë mas prompt u kanë rri masi të janë përly shumë. Masi janë ballafaqu, janë pozicionuar shumë keq. Për shembull, për shembull, nëse e marrim kontekstin e luftës. Betejë, lufta, përplasje kështu. Po duam me marr në këtë narrativ. Për shembull, në kohën bashkore, vend shejtani atë bën cytje, thotë për shembull, pse mos më moni kredi? Pse për shembull mos më alitu vetës? Densa ti bën çato të holla, ndërkohë e ke shfryzuar çat far banesë, çat far vetur e kështu me radhë. Domthon vin cytjet. Kur mos mbromti ti je pjesë e kësaj, edhe ti ballafaqohesh me Kur'anin i cili ka thonë se është luftë me Allahun. Është qartë? Ata ka ardhur momenti që ka pas pi aty që kanë shumë më reflekt, domethënë shotu ndodhte. Kështu është mund domethënë ata më kanë kaq pak vet, edhe mu vëre që po lufton dikush bashkë me ta, një forcë po vjen prej qiellit. Ky i cili premtoi u zbraps, mirë po je përcaktu gabim në sajt të cytjeve, dhe kur e ki kuptu domethënë u konën shumë vonë. Ndaj është me rëndësi me kuptuar që shejtani e ka projekt zbukurimin e së keqes. Dhe shpesh njerëzit në diçka shamunot realisht për këtë më kanë qartë që është haram, për këtë më kanë qartë që është pest, për këtë më kanë qartë që është vepër që nuk ban, i shet që domethënë pa shpjeguar shumë përfundojnë domethënë në atë vepër, madje bën edhe avokatët edhe mbrojtësit edhe promovuesit të domethënë asaj të keq. Ndaj kisha pas dëshirë me nënvizue edhe me këtë me përmbyll që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që atë ditë është në poshtë shejtani. Edhe na e ndjemi një domethënie të mirë kur e kuptojmë që është në poshtë shejtani. Mirë po Imam Aliu ka një rivayet në Muwatta që është mursal realisht, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka thënë: "Ma ru'ya ash-shaytanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyad minhu yawma arafa." Thot nuk mundesh me pa kur shejtanin. Nuk është pa kur shejtanin. Ma i mposhtur, ma i mërzitur, ma i vogël, ma i vocrum, ma domethënë i pavler, ma i mllefosën sa në ditën e Arafatit.
Thot pse? Wa ma dhaka illa lima yara min tanazzul ar-rahma wa tajawuz Allahi 'an adh-dhunub al-'idham. Dhe këtë kjo thot se kur e shet u zbrit rahmeti i madh i Allahut mi fal njerëzit, edhe se si Allahu po ja fal mëkatet njerëzve. Thot illa ma ru'ya min yawmi Badr. Përveç ditën e Bedrit që u pa ashtu i vogël. Domethënë, u ka një betejë edhe u zvoglu shejtani kur i dështoi projekti. U zvoglu se i dështoi projekti. Edhe kur të zvoglohet, kur i dështon projekti që do mi çunë njerëz në xhenem, e Allah i fal krijesat e veta edhe i mëshiron. Ndaj, projekti dhe fitoria jo më e madhe është kur shpëton prej kurthit edhe mbërthimit edhe mposhtjes edhe zaptimit të shejtanit i cili çon të gjunat, kështu që pendimi kthehemi te Allahu Azza wa Jall. Ne i falë Allah më katët, që kjo fitoria do më thonë e vërtet. Po le të jetë kjo thirrje për gjithë ata që na shikojnë që mos më ra prej kurthave të shejtanit, edhe me zhbë punën e tij duke u bind Allahut më dhëm. Pra ditën e Arafatit, shejtani bëhet aq i vogël, aq i pavlerë, për shkak që zhbohen gjitha punët e tij. Pra synimet e tij edhe le të themi të arriturat që ai çon deri në atë ditë, ato zhbohen duke Allahu afal gjunat edhe mëkatet besimtarëve. Po Hoxh Blerim, pastaj vazhdojmë inshallah tek ajetet të cilat janë më një herë pas këtyre ajeteve ku Allahu i Madhëm e përmend mirënjohjen, e përmend falënderimin, e përmend pra shukrin apo shqyrën që duhet me ia bë Allahut të Madhëm, edhe e përshkruan si garantues i vazhdimësisë së mirësive. Pra në moment që mungon mirënjohja, në moment që njerëzit harojnë mi adresu meritat në adresën e dur, e që secila e mirë është për Allahut Madhëm, secila begati që shijojmë prej tij, atëherë sikur i ekspozohen rrezikut për mi humb këto të mira. Çka muj me thënë më shumë për këtë pjesë? Po Hoxha, Allah shpërbleft, Allah i lartësuar në vijim të këtyre ajeteve, më njëherë pas apo themi është një epilog i betejës së Bedrit, ku përmbyllet përfundimi i besimtarëve, i jo besimtarëve, se si Allah i lartësuar i ndeshkon ata. Nëse bukur, nëse lexojmë ajetin dhe shikojmë se si Allahu i lartësuar përshkruan fundin e tyre të dhimbshëm, se kjo është ta marrim një mësim se si është fundi i gjunaheve, si është fundi i pasimit të një zbukurimi të veprave nga shejtani, e ka këtë përfundim. Thot Allahu i lartësuar: "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adhab alhariq." I thot Allahu i lartësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur vetëm ti sheshe, se si me lajket jo marrin shpirtrat atyre që kanë mohu, jo besimtarëve, duke i rrahur fytyrat e tyre, e kur kanë ikë nga betejë duke i rrahur në shpinat e tyre, dhe ju kanë thënë wa dhuku adhab al-hariq, dhe përjetoni dhe shijoni dënimin e dhimbshëm. Në këtë rast jo besimtarët, të cilët e kanë mohu Allahun e lartësuar, dhe kanë marrë guximin të rebelohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftë, të dalin në betejë kundër tij, të dalin në betejë kundër Allahut të lartësuar, e marrin këtë dënim. Së pari kanë marrë dënimin që kanë humbur betejën, janë poshtë në dunja dhe i kanë marrë ato goditjet prej melekëve, në këtë rast Melekul Mauti me ushtarët e tij u ka marrë shpirtat, duke i rrahur në fytyrat e tyre dhe në shpinat e tyre, dhe në fund e kanë dënimin e dhimbshëm në ahiret. Ky dënim i dhimbshëm nganjëherë shpesh në gjuhët tona e kalojmë sikur kalimti. A është fjale për një dënim që nuk ka të harxhuar, nuk mbaron asnjëherë. Përmendet, më fal që po ndërhyj Hoxh, është harik, pra diçka që është flakëruese, djegëse, shkatëruese, domethënë. Sakt, pikërisht është shkatërues dhe i dhimbshëm, madje është përshkrimi i në vijim ku thot Allahu i lartësuar: "Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid." Këtë dënim, këtë ndëshkim të përjetshëm, që Allah i lartësuar këtë dënim e përshkruan në ajete të tjera dhe thot: "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan." Sa herë ju djegën ato lëkura, jo ndrojmë, jo zaventojmë ato lëkura, li yadhuqul adhab, që ta përjetojnë dënimin. Dhe kjo vazhdon në vazhdimsi, në përjetësi, nuk ka vdekje më. Këtu e shohim dënimin e ashpër që e ka një jo besimtar në ahiret, dhe e shohim që Allah i lartësuar e përshkruan se sa i drejt që është ndaj robërve të tij. Nga se Allahu nuk po i thot këtë dënim ja kom sjellun, po po thot që këtë dënim e kanë marrë ose e kanë korr durrët e juaja. Nga se Allah i lartësuar e mohon padrejtësinë ndaj robërve të tij. Dhe pikërisht në këtë rast thot: "Wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid." Allahu i lartësuar nuk i bën padrejt robërve të tij. Robërve, këtu e kalon në përgjithësi. Nga sa Allah i lartësuar kur thot robërit e tij, i përdor në pozicion të nderimit dhe fisnikrimit, siç ka ardhur në surën Isra, subhanalladhi asra bi 'abdihi, me robën e tij. Ndërsa këtu
të gjithë robërit e tij. Qofshim për shikues subhanalladhi asra bi abdihi, i lartësuar është Allahu, ai i cili e bëri që robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kaloj në udhëtimin e Isras nga Mekka në Kuds. Do të flasim për edhe ndodhinë e Isras dhe Mirajit. Po fjala pointa është që Allahu i lartësuar në këtë rast për robëve e ka është për qëllim musliman dhe jo musliman. Pra Allahu i lartësuar nuk i bën zullum askujt. Madje në hadithin kutsi ka ardhur që Allahu i lartësuar thotë ja ibadi inni harramtu dhulm ala nafsi. Unë kam ndaluar padrejtinë ndaj për veten. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dhe edhe juve ja kam ndalu dhe mos i bëni zullum njëri tjetrit. Dhe këtu e shohim hoxh që besimtari në pavarësisht domethënë kur e shikon begatin apo ndëshkimin, është e gjitha si korrje e durëve të tij, është e gjitha si pasojë e gjunahit të tij. Dhe pikërisht në ajetet në vijim, Allahu i lartësuar e përshkruan këtë gjendje. E përshkruan këtë gjendje se si jo besimtarët e kanë marrë me durët e tyre, e kanë fituar me durët e tyre atë dënim. Allahu i lartësuar na tërheq vërejtjen që të kemi kujdes nga ndryshimi i gjendjes, qoftë për mirë, qoftë për keq. Dhe kjo është njëra prej ajeteve bazë që mund ta marrim si boshtë të ndryshimit të gjendjes nga keqja në të mirë apo në të kundërtën. Nëse më lejon do ta lexoj ajetin, thotë Allahu i lartësuar: "Dhalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samiun alim." Ajet madhështor, ajet shumë i bukur. Thotë Allahu i lartësuar nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Nuk e ndryshon begatinë me të cilin i ka begatuar një popull, derisa ata ta ndryshojnë atë çfarë është në vetet e tyre. Dhe Allahu e përmbyll ajetin thotë: "Wa anna Allaha sami", është gjithë dëgjues, çfarë thojnë, çfarë deklarojnë, wa alim për gjendjet e tyre. Kjo pjesa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sikur Allahu i lartësuar dëshiron na tregoj që fillimi i mbarësisë fillon nga ndryshimi i brendësisë sonë. Atë çfarë gjendet në shpirtrat tonë, atë çfarë gjendet në zemrat tona. Kur fillon mi përmirësues zemrën, kur mbjell në të hajrin, kur mbjell atë sinqeritetin, varfërinë, nevojën për Allahun e lartësuar, atëherë dhe fillon ndryshimi për mirë. Dhe e kundërta. Nëse në zemër mbjell thera do të korrësh. Allahu na ruaj për kësaj gjendje, e cila është gjendje që kalon për një mashtrimin tjetër, pra përmendëm mashtrimin e djallit apo të shejtanit mallkum, i cili i mashtron edhe ka projektin i mashtruar besimtarët. Njerëzit në përgjithësi, mirë po patjetër që në shënjestrën e tij ka më së shumti besimtarët. Sa më shumë që njeriu i përkushtohet Zotit, aq më pengues është ndaj projekteve të shejtanit. Na gjithsesi, pra i bëjmë thirrje secilit, po duke ja nisë për vetes që të jemi falendërues ndaj Allahut më dhëm. Gjithashtu edhe që të jemi aktivista në ndryshimin e gjendjes për të mirë, e jo në stërkeqjen tonë, edhe pastaj domethënë me marr pjesën e fajit apo me marr barën e fajit në stërkeqjen e përgjithshme që i ndodh shoqërisë. Allahu na ruaj. Mbas këtyre ajeteve po kalojmë tek surja Tauba, e cila është surën ngjitur me surën Anfal. Po për veçorive të saj është që nuk ka Bismillahirrahmanirrahim. Pra është Bismillahi i Anfalit dhe pastaj vazhdon surja Tauba. Një transmetim që shënon Imam Tirmidhiu, për cilin thotë që hadithi është i saktë. Kjo radhitje e Kuranit, na e dim që Kurani ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pjesë për 23 vite, edhe afër tij gjithmonë ka pas shkrues të Kuranit, cilëve ju ka tregu sa herë që i ka zbrit ndonjë ajet, ndonjë sure, i ka tregu ku e ka vendin, edhe çush me radhit. Edhe Ibn Abbasi kur e sheh radhitjen e Kuranit, i cili ka për njerëzve më të ditur në kohën e Uthman ibn Affanit, çuditet pak për kësaj radhitje, sepse nëse shohim edhe në gjatësi, surja Tauba është sure e shkurtër. Surja Tauba është sure e shkurtër, ndërkohë që surja Anfal është më e gjatë edhe surja Anfal është e shkurtër, e Tauba është më e gjatë. Po pra, janë prej sureve të shkurta relativisht të dyja, mirë po prej sureve të gjata të Kuranit. Këtë radhitje cilën e ka bo, domethënë Uthman ibn Affani, sikur Ibn Abbasi ka pas kurreshtje me ditë prej nga dhe pse. Gjithashtu edhe pse nuk është nda me Bismillahirrahmanirrahim. Atëherë Uthman ibn Affani tregon pra Ibn Abbasit edhe shokëve të tjerë duke thënë që surja Anfal është sure e cila i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pra e dim që është
pas luftës së Bedrit apo gjatë luftës së Bedrit, sepse disa ajete lidhen, edhe dim që zbritja e surave ka ndodhur pjesë nuk ka ndodhur në tërësi, përveç disa prej surave. Tek surja Tauba është surja që ka zbrit në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përkatësisht pra vitin e 9 mas xherimit të Mekës edhe betejës së Tebukut, për cilën inshallah edhe do të flasim. I thot pra Uthman ibn Affani që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka lënë këtë radhitje edhe ne e respektojmë këtë radhitje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që mos më ndami një resht duke i thënë Bismillahirrahmanirrahim, edhe ne i kemi lënë në këtë formë. Gjithashtu edhe është vazhdimsi edhe në trajtimin tematik edhe pse ka ardhur pak më vonë. Gjithashtu një pjesë tjetër që përmendet për këtë sure para se me ta dhëm fjalën hoxhmirësim është që pra tham që kjo sure ka zbrit në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajetet e kësaj sure fillojnë me bara'atu min Allahi wa rasuli. Do të thonë një distancim i Allahut dhe të dërguarit e sallallahu alaihi wasallam. Në këtë vit është bo haxhi në Mekë. Është bo haxhi, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë pjesë. Në vend të tij e ka dërgu Abu Bekrin. Edhe këtë e ka bo sipas transmetimeve për shkak që edhe në këtë vit është leju se viti i fundit për idhujtarët që me shku me krye tavafin, e që prej formës së shëmtuar që kanë krye tavafin nuk kanë qenë të zhveshur, pra kanë krye tavafin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka dorë që me kon prezant në këtë akte të gabuar, këtë situatë të keqe, njëkohësisht nuk ka mund më kon, le themi, i pa besë që më ja ndalu në kohën e haxhit atyre cilët janë nisë në shtëpinë e shenjtë, edhe pse në mënyrën e gabuar. Për këtë arsye ka dërgu Abu Bekrin, edhe pastaj pasojnë ajetet e kësaj sure. Nëse vazhdojmë pra menjëherë te ajetet e para për 17-22 të kësaj sure, shohim që Allahu i Madhnuar e trajton edhe temën e kujdesit njerëzve për xhamit. Pra kush e gëzon këtë nder që më kujdes për shtëpitë e Allahut në tokë? A është diçka që është e lirë, domethënë, i takon gjithkujt, edhe a duhet me perceptu edhe me kuptu si barë kujdesin e xhamive apo si privilegj? Po kjo lidhet me atë që thot hoxhat. Domethënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dalë prej kontratës mushrikëve, sepse ata janë kujdes një periudhë për xhamin e shenjtë, sepse këtu ka dy ajete, an mesazhit apo mesxhit të ajeti. Ata të cilët lexojnë si mesxhit është për qëllim xhamia e shenjtë, domethënë në Çabje. Sepse realisht këtu është edhe arsyeja që ka zbritur ky ajet, sepse kur e kanë zonë rob Abbasin, e kanë çortuar sahabët thonë çysh ti mu pozicionu kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kundër vërtetës, edhe diçka që përbën edhe kputje të lidhje farafisnore, ja kanë përmendur të metat, edhe ai pastaj sigurisht që ka përmendur Imam Baghawi të tjerë, ju ka thonë mos na përmendni vetë këqijat, përmendni edhe të mira shekena. E ka thonë çfarë të mira keni ju? Na domethënë kujdesmo për shtëpinë e shenjtë. Domethënë kujdesi për xhamit ka pas hisë edhe mushrikët. Edhe e kanë llogaritë si vlerë. Domethënë na kujdesmo për faltorët ku adhurohet Allahu. Mirë, por realisht në atë kohë ata janë kujdes për adhurimin e Allahut dhe adhurimin e të tjerë krahas Allahut dhe ndaj nuk i takon atyre. Ky ajeti thotë, domethënë thotë Allah subhanahu ma kana lil mushrikina ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr. Nuk i takon mushrikëve që ata të kujdesen për xhamitë e Allahut, ndërkohë që ata vazhdojnë të jenë kufër. Vazhdojnë të jenë domethënë pabesimtar, thot ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun. Aty nuk kanë asgjë veprat dhe kanë mëkon për gjithmonë xhamin. Çka kemi kujdesi për xhamiat, ku në xhamia adhurohet Allahu për me shpëtuar domethënë për zjarrin e xhenemit. Tu kisha pas dëshirë në analizoni diçka përpara se me trajtuar këtë pjesë, që ishte realisht pyetja jote. Domethënë kjo nuk u takon mushrikëve. Nuk u takon mushrikëve që të kujdesen për xhamit. Shpesh ndodh që njerëzit bëhen pjesë e temave fetare pa qenë fetar. A fetarët, laikët, përzihen temat. Pse ti jo çështo? Pse ti jo e keni halal? Ç'i argumentoni që kjo punë është haram? Po ti nuk je pjesë e temës. Kjo ti nuk je fetar që munkonën që ose për shembull një ateist pse ju besoni që këta përfundojnë zjarrin e xhenemit. Ti nuk beson zjarrin e xhenemit. A është e qartë? Është shumë domethënë një çështje e mangët ku na debatojmë me afetarët për temat e fesë. Kjo gabim edhe joni. Na jena të temave të fesë, edhe na debatojmë me temat e fesë me anëtarët e fesë. Dhe nuk mundemi me debatu fjalabie sikur se një problem gjuhësor tek një gjuhë nuk e zotëromi ose nuk është pjesë e joni. Andaj Allah subhanahu wa taala denoncon këtë çështje, domethënë që ju s'keni krediciale, s'keni kompetencë, s'keni të drejtë, s'keni të denjum kujdes për xhamiat
Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj ka thënë kush duhet më kujdes për xhamiat e Allahut, i përmend vlerat e identitetit të shpirtit dhe të fesë, thotë inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Thotë për xhamiat kujdesen, i ndërtojnë, i xhallojnë ata të cilët besojnë në Allahun dhe ditën e gjykimit. Kanë thënë dietarët, sa herë që shtohet besimi në Allahun, edhe forcohet bindja që ka ditë gjykimi, sforcohet një lidhje me xhamin. Thotë wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Thotë edhe falë namazin me përkushtim edhe japin zakatin. Domthon kush janë njerëzit e xhamisë, janë njerëzit e farzave. Thotë wa lam yakhsha illa Allah. Edhe nuk i ka frikë askujt tjetër përveç Allahut, ose në një për interpretime nuk e adhon askujt tjetër përveç Allahut. Thotë fa asa ulaika yakunu min al-muhtadin. Këta janë domethënë njerëzit e udhëzuar, këta janë të përudhur. Sigurisht na jap një farë domethënie. Që kushdo që i ndjen çdo vlera. Kush i takon çdo vlera. Kush thirrët çdo vlera. Kush i ka vetë përcaktim me të cilin shpërfaqet para njerëzve që këtu janë vlerat e mia, besoj Allahun ditën e gjykimit, e fal namazin, jap zakatin, edhe kom tauhidin edhe frikën vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kush i ka këto pesë vlera, duhet kjo mu përkthy në kujdes për xhamit. E sidomos ky shpas domethënie këtu më analizu fakti që duhet më nidhë me turp. Domethënë në historinë e njerëzimit, mushrik me vite dhe me shekuj edhe me mileniume janë kujdes për çavën. Aty në Jukaraj, imagjino pjesë të fitimeve tyne, prej kohës tyne, janë kujdes për xhamin e shenjtë, ndërkohë sot muslimani falet me Lagje ose është domethënë antar me xhamit Lagjës ose frekuenton 2-3 xhami, edhe i frekuenton sikur të jetë musafir. Ti nuk je musafir aty. Ti je pjesë. Sepse Allahu nuk po tregon që diku na i takojnë këtu xhamia kundrejt dikujt tjetër, si preardhje raca ose si preardhje familjare ose doni domethënë tjetër. Po e përcakton në bazë të imanit. Nëse ti ke çdo vlera imanore, edhe të adhurimit, atëherë i bie që duhesh më kujdes domethënë për xhamiat dhe pastaj e kanë shpjeguar dietar xhanegat çka i bë kjo kujdesi dhe xhallimi, domethënë nis prej të frekuentimit, se në mund të bëjë xhamit më të bukura, por nëse nuk dalim me pa namazin me xhamat, nëse nuk i shohim fëmijët, nëse nuk i xhallomi me aktivitete, atëherë kemi bëu domethënë absolutisht objekt, domethënë nis prej të xhallimi, prej të frekuentimit, prej të shfrytëzimi për qëndruar aty për dhikr, ibadet, Kur'an e kështu me radhë, e tutja, mirëmbajtja, pastërtia, financat, edhe gjithçka që hyn në konceptin domethënë të kujdesit. Allah shpërblet. Pra përmendet folja ya'muru, që është domethënë prej në gjuhën tonë, zhargonin tonë ymër e përdorin, pra rihet. Po, që është gjallërimi i xhamisë, është thjesht nuk është thjesht kujdesi për objektet, por përkundrazi, pjesa më kryesore është pas mbarimit, sepse edhe pa objektet dihet që nuk ka mundësi më zhvilluar aktiviteti, që pjesa më e rëndësishme është pas ndërtimit të xhamisë, pasi të bëhen këto objekte. Pasi të bëhen pra xhamit dhe pastaj vazhdohet me aktivizimin e xhamatit, e njerëzve që me i bashkarisht pra si kolektiv, si shoqëri me i gjallëru xhamit. Padyshim kjo është një privilegj i madh, edhe kjo është njëra ndër veprat cilat besimtari i ka të përditshme. Pra kujdesin për xhamit, kujdesin për namazin, kujdesin për me dhënë zakatin, agjerimin e Ramazanit kur e ka kohën, edhe vepra tjera të mira të cilat i bën. Po ka ndonjëherë disa situata të veçanta kur provohet vërtet besimi i besimtarëve. Në situatë të tillë ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje në fund të jetës tij, e që është fjala që ne përmendëm disa herë tashmë për betejën e Tebukut. Hoxhblerim kisha dashur që në mënyrë sa më të përmbledhur, meqense është një ngjarje e gjatë që ka shumë detaje, shumë mësime, shumë dobi, me përshkruar çka ka ndodhur dhe përkatësisht brenda këtyre kornizës këtyre ajeteve, ajeti 38, 41 të surës Tauba, pra çka është ajo që Allahu i Madhëm na urdhëron neve me mësim prej ngjarjes së Tebukut. Po hoxha, Allah të shpërblefte. Realisht surja Tauba, betejën e Tebukut e përfshin në disa sekuenca. Në këto ajete, saktësisht në ajetin 38 deri 41, është fillimi i betejës apo thirrja që të përgatiten të përgjigjen urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili jo në zakonin e tij ka ndodhur që t'i njoftoj besimtarët të përgatiten për një betejë. Zakonisht janë përgatitur dhe janë nisë dhe nuk i ka treguar për destinacionin ku e kanë pas më shku. Përveç se në këtë betejë i kanë njoftuar që do të shkojnë me një vend që realisht nga Medinja është diku 700-800 kilometra, pra një distancë shumë e largët. Dhe ka qelluar të jetë kjo betejë, pra betejë e Tebukut, në kulmin e vapës. Ka qenë vapë
Dhe shtuar kësaj që sahabët në çat kohë kanë qenë në kulmin e varfërisë. Pra këtu janë mbledh disa vështirësi. Kulmi i varfërisë, kulmi i vapës, distanca shumë e largët. Edhe një katërt është që gjatë rrugës nuk ka pas ujë të mjaftueshëm. Edhe pse ka qenë thirrja që të përgatiten për betejë, gjendja e sahabeve, varfëria atyre nuk ju ka mundsuar që të gjithë bëhen gati dhe të përgjigjen urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, edhe pse këto ajete janë në lidhje me betejën e Tebukut. Kjo është një thirrje edhe për neve që kur bëhet thirrje për ndihmimin e fesë, pavarësisht projektit, pavarësisht sa është i madh ai projekt, ne duhet ta dëshmojmë qoftë edhe me qindarkat më të vogla, qoftë edhe me mundin, qoftë edhe me dua, qoftë edhe me fjalë, ta ndihmojmë atë projekt. Dhe këtu e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga përgjimet që ju ka bërë kësaj betejë, kush e ndihmon kësaj betejë, ka thonë men jahhaza jaysh al-usra falahu al-janna. Kush e bën gati ushtrin e betejës el-usra, ushtrujtës kur beteja vështirësive, e ka shpërblim xhenetin. Në ato momente janë nxit sahabët. Kush nuk e don xhenetin? Prej tyre u shngrit Uthmani radhiyallahu anhu dhe i ka marrë ato 1000 dinar dhe i ka hedh në prehrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur në transmetim, ma darra Uthman ma amala ba'da al-yawm. Do të thonë kur gjë nuk i bën dëm Uthmanit pas asaj dite, për shkak të sakrificës, për shkak të ndihmës që u ka bërë. Në këto raste ju ngritën disa prej sahabëve të varfër, se çfarë kanë pasur në durrët e tyre e kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje disa edhe qoftë edhe me një grupull, me një grosht hurma, apo çfarë kanë gjetë nga pasuria e tyre vetëm që ta përkrahin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, këtu shohim që një grup i banorëve të Medinës, të njohur për hipokrizi, përveç disa personave që kanë qenë të sinqert, Allahu i lartësuar i çorton këta pse nuk i kanë përgjigj ndihmës ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe nuk i kanë përgjigj që të marrin pjesë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë. Dhe ka qenë një betejë me një armik të madh në numër dhe këta vet kanë qenë të shumë në numër. Betejë ka qenë kundër romakëve, perendorisë romake në atë kohë, i cila u kon superfuqia asaj kohë. Dhe Allahu i lartësuar se si u drejtohet besimtarëve dhe ju thotë: Ya ayyuhalladhina amanu, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. O ju besimtar, çka keni? Që kur t'ju thuhet, kur t'ju jepet urdhri për me marr pjesë në luftë në rrugën e Allahut, thaqaltum fil ard, sikur po ngjiteni për tokën, sikur po bashoni aq shumë në tokë saqë nuk po keni mundësi mu ngrit nga toka. Dhe thot Allah: "Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah." A mos jeni kënaq, po jepni përparësi jetës së kësaj bote ndaj ahiretit? Ndërkohë thot: "Famal mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil." Ndërkohë jeta kësaj bote, krahasim me ahiretin, është vetëm diçka e vogël. Që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që jeta kësaj bote, krahasim me jetën e vërtetë të ahiretit, është sa një gisht, po nëse futet në deti, sa mundet me marr ujë. Sa mundet me marr ujë një gisht? As pak hiç. Një pikë ujë dhe ajo zvrehet në krahasim me detin. Aq është krahasim jeta e kësaj bote me jetën e ahiretit. Mirë po, çfarë është mësimi jonë në këtë jetë? Sa herë ne kemi vështirësi, plagështi, dëmbëli, ti përgjigjem Allahut të lartësuar në farzet e tij, në ndihmimin e fesë, qofshin ato projekte, qofshin ato mirëmbajtjen e xhamive, kjo përkthehet deshëm mos deshëm ne jemi ka japim përparësi jetës së kësaj bote, kënaqësive të kësaj bote, kundrejt jetës së ahiretit dhe sakrificës për të. Pastaj Allahu i lartësuar e përmend edhe një çështje në vim. Dhe thot Allahu i lartësuar, këtu e përmend një të vërtetë që duhet ta ndjejmë edhe ne rrezikun vazhdimisht. Edhe nëse jemi duke punuar për fe, vazhdimisht ta ndjejmë se mos Allahu i lartësuar po na ndron. Dhe thot Allahu: "Illa tanfiru." Ose keni më shku, se përndryshe, nëse nuk i përgjigjeni Allahut, yu'adhibukum 'adhaban aliman. Do t'ju dënon me një dënim të dhimbshëm. Wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a. Dhe ju ndron me një popull tjetër dhe ju s'keni mundësi t'i bëni dëm Allahut asgjë, wallahu ala kulli shay'in qadir. Këtu e shohim Allahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. E shohim që në këtë urdhër për të përgjigjur Allahut të lartësuar, në ndihmë ndaj muslimanëve në atë kohë dhe thirrje të cilat na bëhen edhe neve, të ndihmojmë fejes, të ndihmojmë projekteve islame, dhe nëse ne hezitojmë, i zvarritim gjërat, zbrapsemi, sikur po japim përparësi jetës së kësaj bote para ahiretit, dhe është frika që Allah i lartësuar të na ndrojë edhe neve dhe të na përfshijë dënimi i Allahut. Dhe shohim një gjë tjetër dhe po përmbylli, është që kur besimtarët
pas Uthmanit, nuk i ka pengu që të shkojnë ta ndihmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ato çfarë kanë pasur në durrët e tyre. Qofshin edhe qindarka, qofshin edhe pak nga pasuria e tyre, janë sprovu disa ku kjo betejë ka shpalos edhe fytyrat e vërteta të hipokritëve, apo që njihen ndryshe në Kur'an, munafiqët i kanë përqesh ata sahabët të varfër, të cilët e kanë dhënë mundin e tyre. Megjithatë, sakrifica e tyre është paguar tek Allahu i Lartësuar, ndërsa munafiqët, siç do ta shikojmë edhe në vijim, Allahu i Lartësuar jo kanë nxjerr të vërtetat nga zemrat e tyre dhe do të kenë dënim të ashpër. I ka shpërfaqur pra realitetin e tyre. Pra këto janë ato momente kur besimtarit i vijnë jetë që duhet më shfrytëzu patjetër në mënyrë që me dëshmu besimin e tij. Sot ka projekte të ndryshme të cilat muslimanët mundet me marr pjesë, që janë projektet davetit, thirrjes, që janë projektet shpërndarjes librave, ndërtimit xhamive, kujdesit për xhami, e cila është një nevojë e përhershme, edhe formula ndryshme të organizimit të mësimit, dhe që besimtarit duhet me kon aq i mençur që me shfrytëzu raste të tilla kur i jepen, pa marrë parasysh kapacitetin e tij kontribues. Pra, brenda kapacitetet e tij nuk duhet me leju se për ndryshe pra rrezikon që në zemrën e tij mu normalizu dhe një përparësi komoditetit në këtë botë, rahatizëm në këtë botë, krahas synimit të madh që është kënaqësisë Allahut më madh. Padyshim hoxh, madje në vijim të këtyre ajeteve, Allahu i Lartësuar përmendet një ngjarje ku lidhet ngushtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se nga se ishte thirrja që t'i ndihmohet Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë dhe Allahu e përshkruan që Allahut nuk mund t'i bëjmë ne dëm asgjë. Dhe thot illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ose keni më ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përndryshe Allahu i Lartësuar i ka ndihmu. Kur ka qenë me Abu Bekrin në shpellë dhe idhujtarët janë bashkuar që ta zëjnë të gjallë apo të vdekur Rasulullahin së bashku me Abu Bekrin, megjithatë Allahu i Lartësuar i ka ndihmu. I ka shpëtuar dhe i thot la tahzan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Abu Bekrit. Thot mos u brengos, mos u mërzit. Inna Allaha ma'ana. Allah është me neve. Mirë po, ajo pjesa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, ne ndihmën ndaj fejes duhet ta shohim si begati dhe privilegj që Allahu i Lartësuar është ka na mundson neve që ta ndihmojmë fen. Përndryshe Allahu i Lartësuar ka ushtri të panumër që ndihmon fen. Mirë, por kur ti e shet që Allahu i Lartësuar është ka të ndihmon, atëherë edhe ngritet modestia dhe përulja ndaj Allahut, je edhe më i sinqert dhe je më i përsosur dhe ndjen këtë begati dhe falenderon Allahun që është ka ta mundson me punu. Përndryshe nëse ti mendon që i ka bën favor, atëherë sikur ti në vetë janë që mbandje edhe burrësh bësh krye lart. Edhe hum pastaj edhe esencën e kësaj çështje që është një mirënjohje ndaj Allahut më dhom me duke tregu veten në situata të sikur ajeti e jep që kjo është punë e kryme nga dhënimi. Vesh po të fatin më kon pjesë e ngjarjes. Po pra, është ftesë që më kon pjesë e ekipit fitues, pra, edhe është absurd kur njeriu refuzon më kon pjesë e këtij ekipi. Në vijim ajeti 60 i kësaj sure i përmend kategoritë e zakatit. Pra kategoritë të cilat e meritojnë marrjen e zakatit më dhëm. Pra marrjen e zakatit të besimtarëve që është adhurim ndaj Allahut më dhëm. Pra e shohim që Allahu më nuk e kalon këtë çështje spontane, që njeriu domethënë me nxjerr pasurinë atë sa donaj, kur donaj, në mënyrën qysh donaj, edhe pastaj me shpenzu kur donaj, edhe këto me quajt zakat apo pastrim të pasurisë. E dim gjuhësisht që fjala zakat është pastrim i pasurisë, pra që besimtari e pastron pasurinë, gjithashtu edhe Allahu i Madhum i lëshon bereqet edhe arrit atë pasuri të pastruar. Po sikur ti shkon vetëm pastrimi i pasurisë, i shkon e mjaftueshme. Në mënyrë që besimtari me ushqy veten me pasuri të pastër, që adhurimet më u pranu, që lutjet më u pranu, edhe kena të njohur hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon kur një njeri i cili ishte i veshur me haram, i ushqyer me haram, kishte pi haram, u rit me haram, edhe i drejtohet Zotit ja Rab, thot ku më u përgjigj Allahu këtij njeriu i cili është në haram. Ndërkohë që një besimtar i cili punon ndershëm e fiton pasurinë halal dhe pastaj një pjesë të caktuar pasurisë e ndan për kategoritë që Allahu Madhum i ka përmend në këtë ajet, e pastron gjithë pasurinë dhe pastaj gjithçka që e konsumon inshallah është halal me lejen e Allahut. Ktu përmenden fillimisht fukarejt edhe miskin, mjerët. Pastaj ka diskutime mes dietarëve, nuk po futim aty kush quhet
fukara, apo kush është domethënë i varfër e kush është i mirë. Pra është një diskutim mes dietarëve, a mirë po ajo që ndoshta në kontekstin bashkëkohor është mirë me e kuptu, për kontekstin ton kategoritë e varfërve janë ata të cilët nuk mundën me ia dalë me të ardhurat e tyre që i kanë mujore. Për këtë arsye, ne si musliman jena të obliguar u kujdes për pjesën tjetër të shoqërisë. Gjithashtu përmenden edhe punëtorët e zakatit. Me ditë që gjithçka është e normum, gjithçka është e rregulluar. Pastaj edhe këtu nuk lejon keq përdorime. Për shembull, punëtori i zakatit nuk mundet me marrë gjithë zakatin, mirë po e merr një pjesë në formë të pagës. Pastaj përmendet për zbutjen e zemrës. Edhe këtu ka pastaj tek diskutim tek dietarët kush janë ata që meritojnë për zbutjen e zemrës, mirë po nga jeta e pejgamberit alayhis salam shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë këtë edhe jo besimtarëve. Po ja u ka dhënë të pasur, mirë po edhe jo besimtar që janë kanë, në mënyrë që mu afru me fen. Pra pasuria duhet më konë mjet në fund, nuk duhet më konë qëllim veti. Para që kosa është mjet, atëherë shfrytëzojmë në fitimin e kënaqësisë së Allahut të Madhëm. Gjithashtu përmendet lirimi i robëve. Ka pe dietarë që diskutojnë që kjo ndoshta hyn sot edhe njerëzve që bëhen pa drejtë. Pra ata që duhet më mbrojt në sistemet pa drejta gjyqësore ku i bëhet një padrejtësie që duhet një mbështetje ligjore le të themi, kanë thënë që munden më u fund ndoshta në këtë pjesë. Pastaj përmenden ngjytur në borxhe. Pra njeriu është qenie e cila është e varur prej njerëzve të tjerë. Besimtari për besimtarin është sikurse ato tullat le të themi të cilat bashkarisht e bëjnë një ndërtesë, apo janë sikurse pjesë të njëjtit trup. Nëse një pjesë është sëmur, i gjithë trupi nuk është rehat. Për këtë arsye, pra, Allahu i Madhënum na tregon që nëse dikush prej besimtarëve për shkak të dështimit të tregtisë, për shkak të dështimit të planeve, është fut në borxhe dhe është i rënduar, atëherë i takon edhe pjesa e zakatit. Gjithashtu përmendet edhe në rrugën e Allahut, e që në rrugën e Allahut, sipas komentimit të shumë dietarëve, nuk përfshihet thjesht pjesëmarrja në betejë, mirë po përkundrazi në kohën tonë është mbështetja që i bëhet thirrjes në rrugën e Allahut Madhënum, institucioneve ndryshme të cilat veprojnë për me i ftu njerëzit në mënyrë që me kuptu të vërtetën, me u largu të kotës edhe kështu me radhë. Gjithashtu përmendet edhe udhëtarin i cili mbetet në rrugë, e që në kohën tonë kena shumë të tillë ndoshta jo sikurse më herët, po kena emigrantët, refugjatët, të cilët praktikisht janë në rrugë. Po, dhe në këtë mënyrë shohim që secila prej këtyre kategorive është relevante edhe në kohën tonë, edhe në këtë mënyrë duhet me lejen e Allahut, pra kena mundësi me i drejtu aty ku Allahu i Madhënum na ka mësu. Për mos më zgjat më shumë hoxhblerim, pastaj pas gjithë këtyre ajeteve ku Allahu i Madhënum i përmend gjithë këto ngjarje, gjithë këto mësime, sikur e përshkruan pak a shumë hipokritin, portretin e hipokritëve. Pra pak a shumë na e vizaton neve që me ditë kush është hipokrit, jo vetëm për me njo, po ndoshta më shumë është që mos me të raqa i ka lap ty, pra, që me rujt vetën para robat e tij mos me të rata. Pikërisht hoxha Allahu shpëleft, kjo është ajo qasja e sahabeve që e kanë pasur ndaj kësaj kategorie. Kur e kanë lexuar Kur'anin, e kanë lexuar si mesazhe prej Zotit ndaj zemrës së tyre fillimisht, pra ndaj vetes së tyre. Dhe nuk e kanë marrë Kur'anin dhe sifatet të cilat janë përshkruar varësisht prej kategorive që ti klasifikojnë njerëzit e tjerë. Pra fillimisht duhet na shkojë mendja, mos unë personalisht, jo dikush tjetër, me shiku mbrapa, unë vetë mos kam mundësi që të jem nga mos i kam këto cilësi sikurse i kanë kjo kategori njerëzve. Allahu i lartësuar në këtë sure Tauba, ndryshe disa dietarë kanë thujtur sikur edhe shpluse të vërtetave, më sakta e të vërtetave të hipokritëve. Janë përmend hipokritët në disa sekuenca. Njëra prej cilësive të cilat janë përmend hipokritët, dhe pastaj do t'i lexojmë ajetet, është që në gjuhët e tyre vrehet shumë betimi i madh. Betimi dhe justifikimi i kotë. Betohen në Allahun apo na jep leje, betohen në Allahun që ta kënaqin vetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, betohen që nuk kanë pas mundësi me marr pjesë në betejën e Tebukut, jo kanë pas angazhime të dunjas, jo janë smut, jo gjatë, jo kështu, janë justifikuar vazhdimisht. Dhe kjo është një thirrje që besimtari në përgjithësi e di, ai e di, bal insanu ala nafsihi basira. Njeriu e di çështjen e tij fillimisht. Pastaj Allahu i lartësuar e din edhe më mirë. Kur është karshi misioneve, karshi thirrjeve, qofshin ato edhe thirrjet fillestare nga thirrja për namaz, apo thirrje tjera të islamit. E din në veten e tij a është i sinqert apo jo në përgjigjen ndaj këtyre thirrjeve.
Pra pak a shumë është, më falë që për ndërprej, pra pak a shumë është ai zhargoni i popullit tonë që nësi rend gjithë vetën nuk mundesh me arrit. Pa mundesh me gënjy të tjerët, mirë po atë gënjeshtër nuk mundesh me ashit vetës. Pa. Këtu e shohim se si kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas qëndrimit në betejën në Tebuk kur kam rrit 20 ditë, pas kthimit zakoni i tij ka qenë të hyjë në xhami. Dhe kur hyjë në xhami kanë ardhur të hipokritët dhe janë arsyetuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk kanë pas mundësi. Çfarë ju ka thënë Resulullah? Sa më përket mu, në rregull jemi. Përgjigjen do ta keni tek Allahu. Llogarin mes jush dhe Allahut, ju e dini, po Allahu i lartësuar do t'ju merrni llogari, përveç atyre 3 personave që mbase do të flasim në takimin e ardhshëm. Mirë, po këtu janë disa cilësi të cilat duhet të kemi kujdes, që të mos bijim, mos zhlyhemi me këto cilësi. Thot Allahu i lartësuar. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafiqët dhe munafiqet, hipokritët dhe hipokritët, burrat dhe gratë, burrat dhe gratë. Ba'duhum min ba'd, janë pjesë të njëra tjetrës. Nëse e vrejmë këtë një dallim, tek besimtarët thot Allahu, ba'duhum awliya'u ba'd, janë miq dhe dashamirësh dhe aat të njëri tjetrit. Te munafiqët nuk e thot. Edhe te jo besimtarët thot walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dhe ata të cilët kanë mohu janë miq të njëri tjetrit. Kanë përmendur disa dietarë, thotë pse nuk i ka përshkruar edhe munafiqët sikur aulia, po vetëm miq të njëri tjetrit, po vetëm pjesë të njëra tjetrës. Ka thonë për shkak se hipokritët nuk kanë fe. Mirë, po është ajo që i bashkon këta, nusi për bashkë, këtë është urrëtia që e kanë për fenë e Allahut. Urrëtia që e kanë për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam është ajo që i bashkon. Ata mund të duken në pamje njësoj, mirë, po në zemër mund të duken të ndryshëm, a zemrat e tyre i kanë njësoj. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti në fillim në pamje i duken sikur janë njëjtë, mirë, po zemrat i kanë të përçana. Allahu i lartësuar thotë, nga përshkrimi i këtyre hipokritëve thotë: "Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf." E kundërta besimtarëve në tërësi. Urdhërojnë për të këqija, munker, dhe ndalojnë nga mira. Wa yaqbiduna aydiyahum, dhe i rrudhin durët e tyre. Dhe këtu i rrudhin durët e tyre nuk japin në rrugë të Allahut, nuk e ndihmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ndihmojnë Islamin në asnjë projekt. E urrejnë me një formë Islamin. Nasullaha fanasihum. E kanë harruar Allahun dhe Allahu i harroi ata. Dhe këtu është në lidhje me ajetin paraprak të cilën e përmendëm në surën Anfal. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ta ndryshojnë. Kjo në surën Ra'd, realisht në surën Anfal konteksti tjetër është që kjo çfarë duhet të marrim si është që besimtari nëse ka qenë duke kryer një adhurim, ka qenë duke agjëruar, ka qenë duke lexuar Kur'an, ka qenë duke marrë me hifz dhe për një kohë kalon, kjo është pasojë e tij së pari, pastaj është privu. Është pasojë ndonjë gjunahi mes tij dhe mes Allahut, pastaj Allahu i lartësuar e ka privuar ata. Sikurse hipokritët e harruan Allahun, menduan se po mashtrojnë Allahun, dhe Allahu i harroi dhe i bëri të harrojnë edhe vetveten. Dhe Allahu thotë: "Innal munafiqina humul fasiqun." Munafiqët janë fasikët më të mëdhenj, janë ata që kanë dalë nga rruga e Allahut. Çfarë i pret këta? Shikoni se si e radhit Allahu i lartësuar kërcënimin ndaj munafiqëve. Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqat, Allahu i lartësuar ju ka premtuar munafiqëve dhe munafikëve. Wal kuffar, dhe jo besimtarëve. Munafiqët, mashkujt dhe femra, i radhit së bashku me jo besimtarët, nara jahannam khalidina fiha. Zjarri i xhehenamit do të jetojnë përgjithmonë atë. Hi hasbuhum, ju mjafton. Sikur po pyet dikush, a është mjaft për ta? Kjo mjaftueshme për ta është. Ballësh për ta. Wala'anahum Allah. Tjetër, dhe Allahu i mallkon, i largon dhe i dëbën nga mëshira e tij. Walahum adhabun muqim, dhe kanë dënim të ashpër. Mirë, po pyetja të cilën ne duhet t'ja bëjmë vetvetes, të hulumtojmë Kur'an për sifatet e munafikëve dhe të friksohemi siç janë friksuar sahabët se mos janë prej tyre. Merë me mend Omeri radiallahu anhu ka shkuar te Hudhaifa dhe i ka përbej, ka thonë. Pash Allahun ai jam unë prej tyre. Am ka përmendur Resulullah. Kush ka qenë Omeri? Hudhaifa u kon ai që i ka ditë sekretet e pejgamberit. Ka ditë emrat e munafikëve. Ndërkohë që ne na shkon ndonjëherë mendja jon se mos po përlyhemi me këto cilësi, ndërkohë që këto cilësi keqkuptimi në mesin e muslimanëve është se dikush e zgjedh mos qenë munafik. Në realisht është që dikush përlyhet me sifatet e tyre. Fataba Allahu ala kulubihim, që ka ardhur në fund të ajeteve ku i përshkruan Allahu i lartësuar dhe Allahu i ovulos zemrat e tyre për shkak të
cilësive që janë për dy dhe e marrin shpërblimin jazaan wifaqa, e marrin shpërblimin meritor mbas të veprave të tyre. Allahu na ruaj për cilësive të tyre dhe për përfundimin të tyre. Amin. Allahu na ruaj. Pra duan me ditë e përmendë që Allahu i haron ato për cilësive të Allahut madhëm është ai ditë gjitha. Edhe këtu e përmend harresën në kontekst të lënies së tyre të paudhëzuar, kontekst të lënies së tyre në ndëshkim, në kontekst të lënies së tyre në devijim, asesi që Allahu i madhëm, domethënë është i pastër nga diçka që e di Allahu që edhe me haru. Padyshim, edhe nëse shikojmë që Allahu i lartësuar i përmend munafiqët që edhe ibadetet kur i kryjnë me përtaci. Idha qamu ila salati qamu kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Kur ngritën me fal namazin, ngritën me ndëmbeli dhe nuk i japin gravësoria vetëm se duke urrejt këtë gjë dhe nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. Gjitha këto dhe cilësitë të tjera apo veset të tjera të munafikëve duhet i kemi parasysh edhe t'i thrasim vetes me të kundërtat e tyre. Dhe mbase të koncentrohemi tek cilësitë e besimtarëve dhe stolisemi me to. Po, pra, pikërisht e kjo pjesë, pra, e kundërta e munafikëve apo e kundërta e portretit munafikëve janë besimtarët. Pra munafikët e jo besimtarët së bashku janë në grupin atyre që Allahu i madhëm është i hidhëruar me ta. Ata cilët e meritojnë me drejtsinë e Allahut ndëshkimin e përhershëm të pafund, edhe që është ndëshkim harik, që është përshkruar pra flokërues, e që është ndëshkim i rrept dhe i rënd. Po në anën tjetër janë besimtarët, të cilët Allahu i madhëm me mirësinë e tij i ka udhëzuar. Gjithashtu neve na i ka mësuar atë portretin e tyre. Çka më thon hoxh në lidhje me portretin e përshkruar të besimtarëve në ajetet e kësaj sure. Nëse vazhdojmë me ato pjesë të bukura që i përmeni hoxha Bleren, saktësisht çka do bëj shoh veçantia më e madhe e hipokritëve, është pabesia dhe dyftyrësia. Që vjen të thonë nuk mundesh me art të portreti besimtarëve pa pas një përcaktim stabil, një përcaktim të qartë, një përcaktim pa e thyti vet, pa e tradhtuar ti vet. Përcaktim për një mes. Po, për një përcaktim për një mes, ndoshta njerëzit dojnë me tashmumina edhe i recitojmë ajetin. A më thonë inshallah i kena çto. Po ti për mi pasën duhet më kon stabil to. Ti duhesh më konën haptazin to. Duhesh mos me pas kur mundsi diçka që ta konsiderosh alternativë të këtyne. Të ndonë përcaktimi i përshëm ndaj ajo që përmend hoxha, që është përdorur nocioni aulia, domthonë lojal, sepse çto është koncepti bazë, lojaliteti dhe besnikëria. Na jena besimtar, pse jena besimtar, se jena me një par vlera. Cilat janë ato vlera? Janë para se më kanë vlera 1, 2, 3, janë një vlerë mbi këto të vlera, cila është minejt besnik këtyne vlerave. Minejt besnik këtyne vlera. Thot Allah subhanahu wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët janë lojal, besnik dhe miq edhe në një lidhje me njëri tjetrin. E ka konsideruar lidhje, lidhja e vlerës, lidhja e besimit, që domethënë ata nuk i kalojnë këto. Cilat janë thotë ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Udhëtojnë për të mirë ndër nga keqja. Nuk i ka përmendur sënat e tjera. Sepse ai nuk kuptohet, as mundë marrë për të mirë ndër nga keqja pa pas besimin. Sepse besimi është i përcaktuar si fillestar që i ka bëu këta bashkë. Kështu që besimi është mbi gjitha. Kur këta kanë besimin, këta vinë deri te vlerat e përbashkëta. Ndaj ideja e shumë njerëzve që musliman nuk duhet të folë shumë për besimin se po përçohen. Ose nuk duhet të folë shumë për besimin se pastaj po acarohen raportet edhe afërsitë. Kjo është e kotë, sepse ti pikërisht kimë sforcuar vlerën fillestare, se vlera fillestare neve na më bashkë. Pastaj mos i na përcaktuar vlera fillestare, na kena mërdhun të mirë, kena ndaluar nga keqja. Që kjo që kena mërdhun të mirë, na ndaluar nga keqja, kena më forcuar tek tjerat. Pastaj thotë u yuqimuna salat, dhe falin namazin me përkushtim. Ç'e kjo? Sikur do më na dhon Allah subhanahu wa taala. Këtu ja di pse këta e falin namazin me përkushtim. Se këta e nxisin një tjetrin për namaz. Nuk e ka përmend këta falën edhe urojnë të mirë ndar nga keqja. Jo, këta urojnë të mirë ndar nga keqja dhe rrëdhëmisht falen mirë. Rrëdhëmisht se kanë kthyer në vlerë të përbashkët, kanë kthyer në vlerë kolektive, kanë kthyer në vlerë të komunitetit, thotë wa yu'tuna zakat, edhe japin zakatin. Zakati jepet individualisht, secili e jep vet. Me po këtu ka shumë mos më tregu se kjo vlera janë e përbashkët. Nuk mundemi me minutë që na e kena mesin tonë muslimanit i cili nuk jep zakatin. Nuk mundemi me minutë dikush i cili është i përkushtuar namaz e kanë në profil një farz madh që është farzi i zakatit, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Edhe bindën Allah dhe dërguarit e tij për me treguar që këtë fetari e kanë bindjen e Allahut, jo pse janë rreshtu dikon. Sepse shpesh njerëzit kulturalisht përcaktohen dikon. Dikon edhe feja është kulturë. Ne po ja tregon se që kjo ngjarje e taborit edhe e mbledhjes së tyre në një bashkësi vlerash, ka arse këta i bindën Allahut dhe i bindën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndaj kjo e fundit tregon atë piknisjen. Domthonë bindja ndaj Allahut, adhurimi i Allahut,
Besimi në Allahun është piknisja dhe rrëdhëmisht kjo është edhe ajo që kurorëzon domethënë përcaktimin e tyre, edhe Allahu Teala mos i na ka dhënë portretin, na ka dhënë shpërblimin e portretit. Mos i na ka dhënë cilësitë, na ka dhënë shpërblimin e këtyre njerëzve, thot ulaika sayarhamuhumullah, këta Allah ka më bë rahmet. Këta Allah ka më bë mëshirën e tij, thot inna Allaha azizun hakim, Allahu me të vërtetë është i fuqishëm, edhe është i urtë. Është i fuqishëm, edhe është i urtë, të dy cilësiat që përmend, edhe fuqia dhe urtësia, janë pikërisht për me e ndje besimtarët që ti vend deri te ky përcaktim me forcën edhe me urtësinë e Allahut. Nuk je ti çka është besimtari i mirë pse ti je i mirë. Që ki mujtë të më konë të hipokritët. Ki mujtë të më konë atë të paftyrët, atë të pabesët, edhe tek tradhtarët, tek të dyftërshët. Mirë po fuqia Allahu subhanahu wa taala, pa urtësia e tij, i kena pas fatin më konë besimtarë dhe lutë Allah me na mësua me pas një fat të tillë derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahu shpërblet. Pak nga pak po im edhe nga fundi i këtij takimi. Në këtë takim, nëse themi që si emrus të përbashkët gjitha temave që kena diskutuar, pra si frym të këtij gjuzi, mund të thënë që është pikërisht kjo e fundit cilën e potencova. Hoxha që është për një mendësia e të qenit besimtar. Pra ajo çeltërsia e plot, raport me veten, raport me Allahun e Madhum që këtë fe ose e merr për një ose për ndryshe, në fakt nuk e ke marr. Elusim Allahun e Madhum me na bëj për atyre të cilat janë të përkushtuar edhe janë të përnjëment në fetarinë e tyre. Gjithashtu elusim që të na mbrojë nga secila cilësi, secila tipar, secila njohje e hipokrizisë në fjalë, në vepër dhe në bindje. Kjo është e gjitha për këtë takim. Inshallah takohemi në takime tjera me ajete tjera të Allahut Madhum. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا